Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Komisioneri shtetëror Ilirian Celibashi deklaron se procesi zgjedhor për Tiranën është pezulluar, do pritet vendimi i gjykatës kushtetuese për Erion Veliaj. Presidenti takon krerët e institucioneve të drejtësisë pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja, edhe komandanti i gardës bisedon me gjyqtarët e posaçëm. 10 tetori shënon ditën botërore të shëndetit mendor, mjekët apelojnë që personat e prekur dhe familje të mos neglizhojnë kontrollet tek specialistët. Kriza politike në Kosovë drejt zgjidhjes, vendi konstituohet 9 muaj pas zgjedhjeve parlamentare, Albin Kurti në kërkim të një aleati për qeverinë. Vjojmë gjërësisht. Vendimi i gjykatës kushtetuese ka detyruar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të pezullojë punën për procesin elektoral në Tiranë. Komisioneri shtetëror Ilirian Celibashi konfirmoi se në datë 9 nëntor do të ketë votime në 5 bashkitë e tjera, ndërsa për kryeqytetin do të pritet verdikti i kushtetueses për shkarkimin e Erion Veliajt. Vetëm një ditë pas vendimit të gjykatës kushtetuese, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pezulluar plotësisht përgatitjet për zgjedhjet në Bashkinë Tiranë. Çfarë lidhet me Bashkinë e Tiranës është e pezulluar. Dhe është e pezulluar për çdo aspekt të këtij procesi përgatitor. Në konferencën për mediat, kryekomisioneri Ilirian Celibashi sqaroi se përgatitjet për 5 bashkitë e tjera vijojnë normalisht. Fokusi i ynë dhe mendoj duhet të jetë edhe për partitë politike dhe ata që kanë interesa për garë elektorale, zhvillimi i zgjedhjeve në 5 bashki. Ne sot kemi zgjedhje vetëm në 5 bashki të vendit. Por edhe nëse kushtetuesja i jep dritën jeshile garës vendore në kryeqytet pas 31 tetorit, KQZ e shet të pamundur mbajtjen e zgjedhjeve. Ta themi qartë paktën si e kuptoj unë këto, ose sikurse për mua është e qartë dhe e drejtë e korrekte të thuhet që zhvillimi i procesit zgjedhor në datën 9 për Bashkinë e Tiranës është thuajse i pamundur. Sqaroi se nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të vijonte përgatitjet në Tiranë pas fjalës së kushtetueses, do të ishte në shkelje të ligjit. Nëse ne do të diskutonim dekretin e Presidentit të Republikës, do të kishim marrë kompetencën e një organi tjetër dhe atëherë do të ishim në shkelje të kushtetutës dhe të ligjit. Tani që gjykata kushtetuese vendosi, po respektojmë autoritetin e gjykatës kushtetuese dhe mendoj që kjo është shumë e qartë. Pas ankimimit të Erion Veliajt, gjykata kushtetuese pezulloi një pjesë të dekretit të presidentit Begaj për të mbajtur zgjedhjet vendore në Tiranë në 9 nëntor. Në datën 31 tetor, trupa gjykuese do shqyrtoi nëse shkarkimi i Veliajt nga Këshilli i Ministrave ka plotësuar kriteret ligjore apo nëse është në kundërshtim me kushtetutën. Presidenti Bajram Begaj zhvilloi një takim me krerët e institucioneve të drejtësisë. Takimi vjen disa ditë pas ngjarjes tragjike në gjykatën e apelit, ku vra gjykatësi Astrid Kalaja gjatë seancës. Në zyrën e presidentit kanë qenë pranishëm kreu i SPAK Altin Dumani, kreu i Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë Artur Metani, kreu i Këshillit të Lartë Gjyqësor Ilir Rusi, kreu i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi dhe kryetari e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Mirela Bogdani. Burime nga presidenca me dije se fokusi ka qenë pikërisht tek rritja e sigurisë në gjykata, ndërkohë ditë më parë 260 gjyqtarë të Shqipërisë zhvilluan një mbledhje urgjente ku kërkuan krijimin e një force të posaçme sigurie në gjykatat e vendit. Komandanti i Gardës së Republikës është takuar këtë premte me gjyqtarin e posaçëm Erion Bani. Ata diskutuan mbi rritjen e sigurisë në gjykata pas ekzekutimit në krye të detyrës së gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja. Pas kërkesës së gjyqtarit Erion Bani për inspektim të resort të gjykatave, komandanti i Gardës së Republikës Simon Zereci vizitoi gjykatën e posaçme. Nga mbledhja urgjente e 260 tokave të zeza, pas vrasjes së gjyqtarit Kalaja, u arrit në disa vendime, njëri prej të cilëve ishte kontrolli i rritur në gjykata. Me sa duket, njëra nga kërkesat është dëgjuar më njëherë nga shefi i Gardës këtë të premte. Gjykatësi Erion Bani kërkoi në mbledhjen e jashtëzakonshme që për të shtuar sigurinë në gjykatat e vendit, kthyrja duhet jetë uniform e të përfshirë. Hyrjet dhe daljet, përfshirë këtu daljet emergjente, sallat e gjyqit, zyrat e administratës, hapësirat publike dhe parkimet.
Një lloj edhe për të analizuar gjendjen e kamerave ekzistuese, sistemeve të alarmit, pajisjeve kundër zjarrit dhe siguria e korridoreve për transportin e të pandehurve. Vrasja e gjyqtarit Kalaja brenda sallës numër 3 të gjykatës së apelit, menjëherë sapo shpalli vendimin, i ka dhënë një tronditje të madhe gjyqësorit, por edhe ka shkaktuar reagim të gjerë publik. Në pranga për krimin e rënd ka përfunduar Elvis Shkambi, që akuzohet për vrasje në rrethana të tjera cilësuese, vepër për të cilën rrezikon dënimin e përjetshëm, dhe xhaxhai i tij Gjon Shkambi. Ky i fundit akuzohet si nxitës i krimit, pasi nga pamjet e sigurisë, prokuroria dyshon që ai nuk ndërhyri të ndalonte nipin e tij, së qelluari me 3 plumba gjykasin Kalaja, e të plagoste palën tjetër, me të cilët ishin në gjyq. Mbështetjen për kandidatin e pavarur Florian Binaj, kreu i Demokratëve e konsideron zhvillim të rëndësishëm për opozitën. Sipas Sali Berishës, Partia Demokratike ka hyrë në fazën e hapjes drejt figurave të reja. Refuzimi i kandidatit Florian Binaj për të dalë në fushatë me kryetarin e Partisë Demokratike duket se nuk e ka shqetësuar Sali Berishën, i cili në komunikimin e përditshëm me gazetarët vlerësoi qëndrimin e kandidatit që sot gëzon mbështetjen e shumicës së partive opozitare në vend. Berisha shpjegoi se Florian Binaj është kandidati i pavarur e është normale që ai të hartojë strategjinë e tij të fushatës zgjedhore. Në qoftë se është i pavarur, nuk ka pse të bëjë asnjë fushat me kryetarët e partive. Po, kryetarët e partive do angazhohen me të gjithë mundësitë e tyre për të mobilizuar elektoratin partjak për të votuar atë. Berisha shpjegoi se vendimi për të mbështetur një kandidat të pavarur në Tiranë është hapi i parë drejt hapjes Partisë Demokratike ndaj figurave të reja. Ky ishte, thash, një hap shumë i rëndësishëm. Hapa tjerë do bëhen. Demokratët duhet ta dinë, iku koha kur Partia Demokratike mbrohej nga një agresion mafioz kombëtar dhe ndërkombëtar. Tani është në sulm. Ndërkaq lideri i opozitës Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po përpiqet ta zgjysojë politikisht Erion Veliajn. Për të mbështetur këtë akuzë, Berisha përdori edhe lajme që sipas tij vijnë nga burgu i Durrësit. Burgu ka lajme dhe gosipe. Njëri prej tyre është se para 3 netësh nxorën nga burgu atë, e çuan diku në drejtim të paditur, të kalamendur. Sa është e vërtetë, muret e burgut e dinë këtë. Pse thash këtë? E thash këtë se Edi Rama është i tmerruar nga Erion Veliaj. Dhe don ta shoh me çdo kusht ta zgjesur. Politikisht të paktën. Gjykata e Shkodrës vendosi masën e sigurisë arrest me burg pa afat për gjyqtarin Gjovalin Shkambi. Për Gjovalin Shkambin, xhaxhajnë autorit të vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja. Ai u arrestua 3 ditë më parë pasi kërcënoi gjyqtarët duke thënë se kush i dënon nipin, Elvis Shkambi, do të ketë fatin e gjyqtarit Kalaja. Ndërkohë, në një deklaratë këtë të premte, familjarët e Gjovalinit kërkuan që ai të mirëkuptohej në qëndrimet e tij për shkak të tronditjes, ndërsa thanë se distancohen nga çdo formë dhune apo gjuhe urrejtje. Kryeministri Edi Rama dhe Ministre e Arsimit Mirela Kumbaro premtuan rritjen e mbështetjes për arsimin, duke marrë shkak nga raporti i fundit për mosimdhënien që e rendisë Shqipërinë mes vendeve me performancë lartë. Kreu i qeverisë tha se rezultati është fryt i punës së mësuesve. Shqipëria renditet ndër vendet me performancë lartë në raportin e OECD nga anketën ndërkombëtare të mosimdhënies dhe të nxënies TALIS. Sipas kryeministrit Rama, rezultati vjen në saj të përkushtimit dhe profesionalizmit të mësuesve. Një lajm shumë i mirë për prindit në radhë parë. Ndihemi krenar për faktin që në një anketim kaq sfidues kemi dalë me rezultat domethënës pozitiv. Dhe në një grup vendesh që nuk janë vende të dorës dytë. Ministri i Arsimit Kumbaro solli në vëmendje disa prej pikave që ministria ka në fokus për lehtësim të punës së mësuesve. Programet tona të ardhshme parashikojnë lehtësira administrative, duke u lënë më shumë kohë mësuesve për të punuar me mësimdhënie, me programe mentorimi për mësuesit e rinj,
që i ndihmojnë të futen të sigurt në karrierën e tyre. Trajnime që ndihmojnë në zhvillim profesional cilësor edhe sigurisht përdorimi i teknologjisë gjithmonë më shumë ju vjen në ndihmë. Për ministren, ky raport është tregues i punës së palodhur të mësuesve që për 98% prej tyre, mësuesia ka qenë zgjedhja e parë në karrierë. Raporti evidentoi ndër të tjera nevojën për mbështetje më të madhe të mësuesve të rinj. Në ditën botërore të shëndetit mendor, mjekët apelojnë që personat e prekur të marrin ndihmë të specializuar. Neglizhenca sipas tyre, sidomos në rastet e moshave të reja, mund të sjellë probleme të mëdha. Problemet e shëndetit mendor po posojnë rritje nga viti në vit. Gjithnjë më shumë persona përbellen me vështirësi emocionale e psikologjike. Për një pjesë e madhe e tyre nuk kërkojnë ndihmë profesionale, duke çuar shpesh deri në pasojat e rënda, madje edhe fatale. Stigma, patjetër që është një nga gjërat që unë dua t'i bëj apel shoqërisë në përgjithësi, jo vetëm njerëzve të kërkojnë më herët ndihmë, sepse ndërhyrja e hershme është një mundësi shumë e mirë për të parandaluar ato dëmtime që shkaktojnë sëmundjet, dëmtohet funksionimi i individit. Me që do të thotë, do duhen struktura të tjera më të avancuara, do duhen një mbështetje krejt tjetër nga ana e shoqërisë dhe e sistemit shëndetësor. Jo gjithmonë raportojnë problemet e shëndetit mendor, të cilat në shumë raste prekin më tepër fëmijët dhe të rinjt, por vitet e fundit edhe të moshuarit. Mjeku neuropsikiatër Gjon Preçi thotë se sfidat janë të mëdha dhe se tek shumë familje ka vetëm të moshuar dhe një person të sëmur, duke bërë që përkujdesi për ta të mungoj. Familja shqiptare është dobësu në aspektin e pjesës aktive që ikën dhe këtu ngelen vetëm pjesën e nevojë, si që të moshuarit dhe të smurit. Kemi një masë të madhe familjash që përbëhet nga pleqt dhe nga smut mendor. Imagjino tash këto dy individ me mbështet njëri tjetrin. Është e pamundur dhe kjo krijon pastaj vështirësi për me marrë këta njerëz në një nivel të mirë, stabiliteti si nga ana mendore ashtu edhe funksionale. Edhe ngjarjet kriminale apo dhuna në familje vinë në shumë raste nga problemet e shëndetit mendor. Ne çdo ditë ose shpesh kemi raste ku raste të dhunës në një familje denoncohen. I smuri dhunon në mënyrë sistematike familjare. Dhe kanë frikë të denoncohen, se thonë na ashpësohet dhe sillet i mund bëhet e rrezikshëm për ta. Dhe rastet të tilla që nuk denoncohen janë të shumta në mendimin tonë. Ata që drejtohen ne në të drejtën përfshihemi në të lloj ndihme dhe i asistojnë, por kemi raste që ata ikin dhe kanë frikë nga ndërtimi i një skeme të zgjidhjes të ofrimit të ndihmës. Organizata Botërore e Shëndetësisë deklaron se rreth 17% e popullsisë në Europë, përfshirë edhe Shqipërinë, vuan nga probleme të kësaj natyre. Më 10 tetor shënohet Dita Botërore e Shëndetit Mendor, një ditë që synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe të nxjisë mbështetjen për mirëqenien mendore në mbar botën. Nëntë muaj nga mbajtja e zgjedhjeve, Kosova ka arritur më në fund të konstituoj parlamentin. Nënkryetari i kuvendit ka nga pakica serbe, është zgjedhur Nenad Rashić. Albin Kurti ndërkohë duhet të gjejë tani një partner për të krijuar qeverinë, në të kundërt vendi shkon sërish në zgjedhje. Nenad Rashić është zgjedhur nënkryetari i 5 i kuvendit të Kosovës pas dështimit të 9 propozimeve të listës serbe dhe kalimit në zgjedhjen e nënkryetarit përmes procedurës së shortit. Përveç votave nga deputetët e lëvizjes vetëvendosje dhe disa prej deputetëve të komuniteteve jo shumicë jo serbe, i siguroi edhe votat e deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Deputetët e Partisë Demokratike dhe ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës abstenuan, ndërsa lista serbe votoi kundër. Kryetari i kuvendit e konsideroi të kryer procedurën e konstituimit dhe tashmë hapet rruga formimit të qeverisë dhe institucioneve të reja. Presidenti Osmani do të emërojë partinë ose koalicionin fitues si mandatar për krijimin e qeverisë, e cila duhet të sigurojë të paktën 61 vota në kuvend.
Sipas rezultatit të zgjedhjeve të 9 shkurtit, vetëvendosjes do t'i duhet një partner koalicioni. Nëse një gjë e tillë nuk arrihet, Osmani ka detyrën brenda 10 ditësh të ftojë partitë për konsultime dhe të vendosë për mandatarin që ka shanset më të mëdha për të formuar qeverinë. Nëse as pas përpjekjes së dytë qeveria nuk mund të formohet, atëherë presidentja Osmani sipas kushtetutës duhet të shpallë zgjedhje të reja që duhet të mbahen brenda 40 ditësh. Në vijim të turit në Shqipëri, vajzat e The Miss Globe 2025 janë dalur në Librazh dhe Gjirokastër. Ato janë pritur nga kryebashkiakët edhe kanë parë nga afër disa nga zona turistike, ndërkohë rrugtimi i konkurrentëve deri në finalen e madhe do të transmetohet në Vision Plus përmes një programi të posaçëm. Konkurrentët e The Miss Globe 2025 kanë vjuar turin e tyre promocional dhe turistik në Shqipëri, duke vizituar 2 destinacione të tjera të rëndësishme, Librazhin dhe Gjirokastrën. Por herë të parë në historinë 22 vjeçare të këtij kompeticioni botëror, të organizuar nga Deli Art Association, vajzat ndaluan në qytetin e Librazhit, ku u zhvillua nata e dytë gjysmëfinale e talenteve. Kryetari i Bashkisë Librazh, Mariglin Disha, mirëpriti konkurrentët dhe stafin organizator në një ceremoni të veçantë. Më pas, vajzat vizituan parkun kombëtar të Shebenikut në një lartësi prej 1200 metrash mbi nivelin e detit, ku patën mundësi të njiheshin nga afër me jetën dhe traditat e grave të zonës, duke marrë pjesë simbolikisht në vjelen e patates së famshme të Fush Suldenit. Kemi nderin dhe kënaqësinë të mirëpresin konkurrentët e Miss Globit që vijnë nga gjithë bota. Dua të falenderoj Petrin dhe të gjithë organizatorët që morën me këtë aktivitet kaq të bukur. Jemi në fazën e zhvillimit të turizmit malor dhe shumë shpejt Librazhi nuk do jetë më si një qytet tranzit që të kalojnë dhe të ikin për në qytetet e tjera, por duam që Librazhin ta kthejmë si një qytet me destinacion turizmi malor. Mbrëmja ju kushtua banorëve të Librazhit me një performancë talentesh të kombinuara me element nga ansamble tradicionale lokale, duke sjellë atmosferë festive dhe shumë ngjyra kulturore. Ditën pasuese, delegacioni i The Miss Globe udhëtoi drejt jugut të vendit me ndalesa të vogla rrugës, duke shijuar kulinarinë shqiptare përpara mbërritjes në Gjirokastër dhe Sarandë. Në Gjirokastër do të mbahet nata e dytë gjysmëfinale e këtij kompeticioni të rëndësishëm ndërkombëtar bukurie. Kryetari i bashkisë, Flamur Golemi, së bashku me stafin e tij, rezervua një pritje të veçantë për konkurrentët, duke i shoqëruar ato me një tur turistik të qytetit të Gurt. Në momentin e parë që e hodhe si ide për ta bërë Miss Globe 2025 në Gjirokastër, mbase unë isha pak skeptik. Pasi të ikni nga Gjirokastra, se cili prej jush do jetë ambasadori më i mirë i Gjirokastrës në vendet tuaja. Nga kjo e premte, e deri në finalen e madhe, publiku do të ketë mundësi të ndjek programe të dedikuara në pritje të The Miss Globe 2025, ekskluzivisht në Vision Plus, në 2 fasha orare në orën 15:30 dhe 23 të mbrëmjes. Tu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.